الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sade që zhytesh në gjendje të rënda, në gjendje të vështira, situata të rënda, sade që zhytesh në gjunahe dhe vazhdo në to, prap se prap mos haro dhe ktheju Allahu subhanahu wa taala. Ktheju me zemër dhe me shpirt Allahu subhanahu wa taala krijuesit tënd. Sillë ndërmend se një ditë do të dalësh për dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Sillë ndërmend se një ditë do të vdesësh. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men mata faqad qamat qiyamatuh. Kush që vdes për të veç se ka filluar kiameti. Pra gjithmonë ti kesh parasysh këto cilësi. Allahu subhanahu wa taala e ka lavdëruar njerin e tillë në Kur'an dhe ka thënë: men khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Ai i cili i friksohet të gjithëmshirshmit pra Allahu subhanahu wa taala, edhe kur nuk e sheh askush. Wa jaa bi qalbin munib, edhe vjen te Allahu subhanahu wa taala me zemër të kthyer tërësisht drejt tij. Dietarët kanë dhënë komentime ndryshme lidhur me atë se çfarë është kjo el qalbul munib, zemra e kthyer drejt Allahu subhanahu wa taala. Disa kanë thënë se qëllimi është që njeriu ta di se është në mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund t'i ikë shikimit dhe dëgjimit të Allahut edhe pse është vetë dhe nuk e sheh askush. Pra, kjo zemër është e tillë që i kthehet Allahut dhe i kthehet bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Disa dietarë tjerë kanë thënë se qëllimi është që i kthehet Allahu subhanahu wa taala duke qenë i sinqert në bindje ndaj tij. Disa kanë thënë se qëllimi është që ky njeri brendsinë e tij e ka të kënaqshme e të mirë, besimin e tij e ka të saktë. Disa kanë thënë se qëllimi është i kthehet bindjes ndaj Allahu subhanahu wa taala, është i qëndrueshëm në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala. Sido që të jetë, gjitha këto kuptime janë të pranueshme. Dhe gjitha këto janë të tilla që vlejnë për muslimanin, besimtarin i cili është vigjilent, i cili nuk pranon të kaplohet nga shkujdesja, është adhurues ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe mediton dhe reflekton rreth botës së përtejme dhe pasojave të gjunaheve. Pra është personi i cili e adhuron Zotin e tij, i kthehet tërësisht Zotit e tij, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe duke frikuar prej dënimit të tij. Mirë, pa do thotë kjo që ai kur nuk bën gjunahe, jo. Nganjëherë e mund nefsi i tij, e mund shejtani, kaplohet nga shkujdesja, bjen prej e cytjeve të shejtanit, mirë po, nuk vazhdon këtë gjendje. Menjëherë kthehet te Allahu subhanahu wa taala, menjëherë e shpeshton pendimin te Allahu dhe kërkimin e faljes. Nuk i ndahet kur istighfarit. Padyshim që kur njeri kthehet Allahu subhanahu wa taala, do thotë që ai është kthyer bindjes ndaj tij, i ruan obligimet e fesë, e respekton fen, zbrapset tek ndalesat e Allahu subhanahu wa taala, zbrapset dhe ik nga gjërat që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, nëse ndodh që ai bën ndonjë gjunah e gabim, menjëherë pendohet, ndihet keq, kërkon faljen e Allahut, merr mësim dhe i thret mendjes. Çan për gjendjen e tij, çan ashtu si çajnë njerëzit që pendohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu tawba. Pra pendimi, kur ti ndihesh keq për gjunahun, pikërisht kjo është pendimi. Kjo është se ti po pendohesh te Allahu subhanahu wa taala. Pra ky është personi i cili vazhdimisht e sjell ndërmend se duhet të pendohet dhe të kërkoj falje prej Allahu subhanahu wa taala. E sjell ndërmend dhe e ka parasysh nevojën e madhe që e ka për istighfarin. E sjell ndërmend se asesi s'ka mundësi që në jetën e tij të mos ketë istighfar. Është transmetuar se pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht çdo ditë e shpeshtonte istighfarin dhe pendimin te Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet nga Ibn Umeri radhiyallahu anhu të ketë thënë: inna kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi al-majlis al-wahid 100 marra. Thot vetëm në një ndëjë të vetme, thot ne ja numronim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai thoshte 100 herë: Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. O Zoti im, më fal dhe ma prano pendimin. Innaka antat tawwabur rahim, se më të vërtet ti o Allah je që e pranon shumë pendimin dhe je shumë i mëshirshëm. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.